Çmimet e perimeve shënuan një rritje të fortë në muajin qershor, pikërisht në periudhën kur prodhimi vendas dhe oferta sezonale pritet të jenë më të larta. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, grupi perime, zarzavate dhe bishtajore u shtrëngua me 8.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja është pothuajse 3 fish më e lartë se inflacioni mesatar i ushqimeve, i cili rezultoi në 3%. Ecuria e çmimeve të perimeve duket paradoksale, pasi qershori përkon me kulmin e prodhimit të një pjese të madhe të kulturave bujqësore. Në kushte normale, shtimi i ofertës gjatë sezonit do të duhej të ushtronte presion në uljen e çmimeve, por në tregjet e pakicës ka ndodhur krejt e kundërta. Shtrëngimi mund të lidhet me kostot e prodhimit, si dhe me rritjen e kërkesës gjatë sezonit turistik. Rritjen më të lartë mes produkteve ushqimore e shënuan peshku dhe produkte të tjera të detit me 9%, pas tyre renditen perimet me 8.5%. Çmimi i mishit u rrit me 4.2%, ndërsa qumshti, produktet e tjera të bulmetit dhe vezët u shtrëngtuan me 2.4%. Sheqeri, ëmbëlsirat dhe produktet e pastiqerisë u shtrëngtuan me 2.5%, ndërsa vajrat dhe yndyrnat me 1.7%. Rritje më të moderuar pati tek drithrat, si dhe produktet me bazë drithrash me vetëm 0.9%. Në krahun e kundërt, frutat e freskëta dhe të thata ishin i vetmi grup i cili shënoi ulje të çmimeve me 2.8% në raport me një vit më parë. Të dhënat tregojnë se presioni mbi buxhetet familjare vijojnë të vijë kryesisht nga produktet bazë të konsumit me perimet, të cilat pavarësisht sezonit të bollshëm bujqësor, po shënojnë një nga rritjet më të larta të çmimeve. Në muajt e verës shtohet konsumi nga hotelet, restorantet dhe njësitë e shërbimit, veçanërisht në zonat bregdetare, duke ushtruar presion mbi ofertën dhe çmimet në tregun vendas. Në të njëjtën kohë, një pjesë e prodhimit bujqësor po orientohet drejt eksporteve, kur tregjet e huaja ofrojnë çmime më të favorshme duke kufizuar sasitë që mbeten për konsumatorët vendas. Për më tepër, grupi statistikor përfshin jo vetëm perimet tipike të sezonit, por edhe zarzavate, bishtajore dhe produktet importuara, të cilat nuk ndjekin të njëjtin ecuri sezonale me prodhimin vendas. Shtrëngtimi i perimeve po vjen si një ndërthurje e faktorëve që nisin me kufizimin e prodhimit bujqësor, kërkesës së lartë nga turizmi, rritjes së eksporteve, si dhe rritjes së kostove të prodhimit dhe transportit.